Mirë mbrëma të gjithave goca, besoj që më dëgjoni. Ju falenderoj shumë edhe nuk duam që t'ju mbasim më shumë kohë. Është kënaqësi për ne që të ndajmë këtë projekt kaq të bukur për ju edhe që kemi vendosur të bashkojmë forcat së bashku me dy gocat e tjera, me Klaudiën edhe me Angelinën. Kam që të marrim shumë kohë nga mbrëmja juaj, sepse dim që patjetër është shumë e çmuar, kështu që po filloj direkt edhe t'u prezantojmë se çfarë është kjo mundësi dhe çfarë është ky projekt që ne kemi sjell të gjithi në një program dhe në një sistem në Shqip. Atëherë, ajo se çfarë ne prezantojmë është Pharmacy, një kompani, okay? Një kompani që nuk është vetëm kozmetike, por ka të bëjë edhe me produkte bukurie, mirëmbajtje të shëndetit ton, me integrator të ndryshëm, natyral mbi të gjitha, por edhe shumë produkte të tjera që do i shohim në vazhdimsi. Fillimisht po prezantoj pak veten time, çuditërisht jam shumë emocionuar sot dhe nuk isha pak më parë. Atëherë po prezantoj pak veten time shkurtimisht, kush është Juliana Moraçaj. Unë jam një mami që jam rritur në Vlorë. Prej shumë vitesh tashmë jetoj në Itali dhe patjetër që prioritet për mua është gjithmonë familja, por nuk harroj asnjëherë që t'jem femër, të kujdesem për veten, të merrem me aktivitet fizik, jam shumë ambicioze, dëshiroj që t'jem e pavarur edhe të krijoj lirinë time. Dhe çdo person në këtë rast që është bashkëshorti im prej 14 vitesh, preferoj që ta kem për t'i shtuar vlerjet time, por jo për të qenë e lidhur ose ndoshta të qëndroj edhe prej situatave ekonomike në një marrëdhënie, nuk do e bëja kurrë dhe dëshiroj që këtë shembull t'ja kaloj po ashtu dhe vajzës time dhe gjithmonë jam aventuriere, jam e lirë, më pëlqejnë udhëtimet, më pëlqej të dal, të kërcej, të shijoj jetën, të vishem siç dëshiroj unë dhe ashtu si unë e shoh botën, jo ashtu siç më shohin të tjerët mua dhe ashtu siç duan që të më paragjykojnë. Kështu që energjia ime besoj është ajo që më dallon gjithmonë, por si është historia ime? Pse nisa unë me network marketing, si ka qenë gjithë rrugtimi im. Në fakt unë kam studiuar në Shqipëri për administrim biznesi, ku dhe kam përfunduar 3 vjeçarin, pra të nivelit bachelor, por me ardhjen në Itali, flasim këtu e para 14 vitesh, gati 15 në gusht, patjetër që pa gjuhë, pa mbështetje, pa asnjë lloj eksperience dhe pa pasur asnjë mbështetje, patjetër që kam më është dashur që të bëj çfarëdo lloj pune nga më të thjeshtat për t'u integruar dhe për t'u ambientuar në Itali. Kam punuar në restorante, në fakt janë foto që unë as nuk i kam, sepse nuk kam dashur, aq shumë nuk e kam parë veten atë eksperiencë, saqë nuk kam as kujtime. Kam punuar në call center, thuajse falas, vetëm që të mësoja gjuhën, dhe pastaj gradualisht kam pas eksperjenca në dyqane, si shitse, kasiere, dhe fundit ka qenë tek një jogurteri ku punoja turni 3, gjithmonë në banak, por ishte një lodhje aq e madhe me një fëmijë të vogël, patjetër që koha në dispozicion ishte shumë e pakët dhe më duhej që të sakrifikoja duke u përshtatur me bashkëshortin tim që kujdesej ai për vajzën natën dhe unë punoja deri në orën 2 dhe 3 të mëngjesit. Dhe ju lutem që të mbyllni audion, goca. Kështu që më është dashur që të sakrifikoj shumë, po patjetër për të mos i munguar asgjë familjes, vajzës edhe për të pasur atë pavarësinë time gjithmonë. Para 3 vitesh isha realisht shumë e lodhur edhe vendosa që të njoh edhe të prezantohem dhe të provoj në botën online. Pa pasur asnjë lloj eksperience, vetëm atë dëshirën për të mësuar edhe për të tentuar, për të provuar se si funksionon kjo botë. Këtu besoj që ka dhe goca që janë koleget e mia, ish koleget e mia nga eksperjenca e kaluar. Eksperiencën time të kaluar, e nisa në fakt pas një lloj eksperience dhe gradualisht arrita, sidomos në vitin e fundit, arrita që të kisha një nivel shumë të mirë, shumë të kënaqshëm edhe të mirë paguar, që ishte Gold Executive, që në vlera shumë të thjeshta ishte një nivel që mua më ofronte 1000 euro në muaj dhe përpos shumë bonuseve të tjera. Po përveç kësaj ishte një arritje dhe një kënaqësi shumë e madhe në fakt dhe një satisfaksion shumë i madh të merrja pjesë në një sallë me mbi 300 persona edhe të isha ndër 10 personat më të mirë të skuadrës tonë dhe të kompanisë që e përfaqësoja, besoj në një mënyrë shumë të mirë edhe të suksesshme. Por vendosa që të ndryshoj, unë nuk kam as pak frikë nga ndryshimi edhe të kërkoj gjithmonë më të mirën time, sidomos në diçka që mua më jep mbi të gjitha atë energjinë edhe
atë vizionin që unë dëshiroj që të shoh në të ardhmen dhe jo vetëm disa fitime ndoshta për momentin. Kështu që nisa tek farmaci, por për të shpjeguar se çfarë është network marketing, sepse tek e fundit network marketing është një aftësi që ti e krijon dhe mëson me kohën dhe të jep ty pasaj mundësinë që ti të zgjedhësh edhe të veprosh si të duash ti në çfarëdo lloj kompanie, sepse tek e fundit nuk është kompania, por është aftësia jote ajo që do të çojë ty lart. Unë preferoj që ta shpjegoj në mënyrë shumë të thjeshtë se çfarë është network marketing. Shumë kompani të ndryshme dhe të njohura që ne njohim, siç janë Nike apo McDonald's apo Adidas edhe shumë të tjera kozmetike, çfarë bëjnë? Përdorin imazhe të ndryshme ose publicitete, pra një fond të caktuar e përdorin për ta shpërndarë emrin e tyre, për ta reklamuar, që normalisht njerëzit ta blejnë ose ta konsumojnë. Ndërsa ka kompani të tjera, siç është farmaci, përdorin një rrjet njerëzish që janë distributorët, janë klientët e tyre që i përdorin produktet, që shohin rezultate dhe dëshirojnë që këtë mundësi ta shpërndajnë me persona të tjerë. Kjo mund të bëhet nëpërmjet shitjeve offline që ti operon, por gjithashtu të jep mundësinë që të kesh edhe një dyqan online nëpërmjet linkut tënd, siç është shembulli më i thjeshtë dhe më i përdorur, besoj Amazon, ti shkon, blen një site të caktuar dhe çdo gjë me transportin dhe me gjithçka tjetër kujdeset farmaci që ti thjesht kesh ato fitimet e tua në mënyrë online dhe të pavarur. Patjetër që çdo distributor dhe për sa i përket planit kompensimit, do vazhdoj kolegja më vonë, nuk dua që të zgjatem, por ti fiton nga shitjet personale dhe po ashtu edhe të ekipit që ti krijon. Normalisht që ti arrin që të kesh fitimet nëse këta persona i ndihmon që të rriten dhe të kenë rezultate gjithashtu. Pra ty nuk është se duhet që të gjesh persona që duan të ndjekin këtë mundësi ose të jenë pjesë e ekipit tënd. Absolutisht jo, në momentin që ti rrit edhe zhvillon dhe ndihmon antarët e skuadrës tënde dhe ata kanë rezultate, vetëm atëherë arrin që normalisht edhe kompania të shpërblen ty për gjithë punën edhe për aftësinë që ti ke që ti rritesh në leadership edhe në gjithçka tjetër. Çfarë mund të sjell network marketing? Patjetër që për shumë persona mund të sjell të ardhura shtesë, duke i bashkangjitur një punë ose profesionin që e kanë pasion dhe e bëjnë me gjithë qejf, por ka dhe persona të tjerë, si në rastin tim, që unë e shoh si një karrierë dhe si një mundësi dhe një opsion që mua më jep lirinë të punoj nga ku të dua unë, si të dua unë, edhe patjetër që ti përshtas edhe me të qenit nën edhe të jem prezente në shtëpi. Patjetër që nuk mund të prezantosh një produkt ose një shërbim nëse ti nuk e provon edhe nëse ti nuk e shikon, patjetër që do ishte absurde të prezantosh diçka fantazëm që nuk e njeh, dhe është e mundur dhe mund ta bëjë gjithë secili që ka dëshirën edhe ambicien që të arrijë të ketë rezultate, qoftë edhe fitime ekstra, varet nga atë qëllimi që ka gjithë secili prej nesh. Kështu që nuk kërkon asnjë aftësi të veçantë, gjithçka mësohet rrugës edhe perfeksionohet me kalimin e kohës. Kjo ishte ajo që unë kisha përgatitur për ju, sepse patjetër do u jap mundësinë edhe dy kolegeve të mia që mezi presi ti prezantoj. Njëra nga ato është një vajzë që jam shumë e lumtur, është shumë më e vogël se unë, por është realisht shumë ambicioze dhe e jashtëzakonshme dhe jam shumë e lumtur që jemi së bashku në këtë projekt. Kështu që po i kaloj linjën Klaudiës. Okej, mirëmbrëma të gjithëve. Unë jam Klaudia. Përpara se të vazhdoj me prezantimin e projektit, do prezantoj çik veten, kush jam unë, nga vi unë, jeta ime private, arritjet e mia, synimet e mia dhe pse zgjolla network marketing. Dhe mbi network marketing si e njoha dhe pse zgjolla pikërisht farmaci. Atëherë, praktikisht unë jam Klaudia Vedraleti, jam vetëm 23 vjeçe, është eksperienca ime e parë në network marketing. Jam një gotë shumë e thjeshtë, vi nga Shkodra, e lindur dhe e rritur në Shqipëri, nga një familje e madhe, siç e shikoni. Dhe pasi mbarova studimet, familja ime u zhvendos pothuajse gjitha në Itali. Edhe paka shumë ngella vetëm në Shqipëri dhe me kërkesën familjarëve të mi vendosa që të shpërngulem nga hiçi të shpërngulem këtu në Itali dhe t'ja filloj jetës time nga para. Italia në fillim më ofroi shumë mundësi, por bashkë me mundësitë më ofroi edhe shumë sfida. Më vuri në disa sfida shumë të vështira të jetës time, por që më ndihmoi të rritem mua si person. Por përveç gjërave të vështira që Italia më ofroi në fillim si çdo emigrant, më ofroi edhe gjërat e bukura. Dhe një nga ato është edhe jeta ime private, dashuria. Italia më ofroi të gjej dashuri, personin e zemrës time, dhe jam lumturisht e dashuruar.
dhe po mundohemi të rritemi së bashku. Kjo është një nga arsyet edhe unë pse zgjolla network marketing, sepse dua të rritem dhe të zhvillohem gjithmonë më shumë si person. Jam goxha ambicioze dhe kur kam ato qëllimet e mia dua t'i arrij. Dhe një nga qëllimet e mia që doja të arrija ishte blerja një shtëpie. Të bleja shtëpinë time. Dhe faleminderit Zotit, sot kam një shtëpi në pronësinë time dhe e kam rinovuar nga zeroja. Edhe këtë ja tregova sepse dua t'ju tregoj që me shumë vullnet dhe me shumë vendosmëri mund të arrihet çdo gjë. Mirë, po nuk ndalohemi këtu sepse jeta nuk mbaron me kaq, jo vetëm një shtëpi, por synimet janë gjithmonë më të larta. Një nga synimet e mia pas si erdha këtu në Itali ishte edhe të vazhdoja studimet. Fatmirësisht, pas si fillova të stabilizoj jetën time, fillova studimet për estetik, një nga ëndrat e mia, dhe tani jam duke zhvilluar studimet, ndërkohë jam duke menduar që të hap qendrën time të estetikës. Por tani do kalojmë tek pjesa se si e njoha unë network marketing. Pse zgjolla network marketing dhe pse zgjolla pikërisht farmasin, si e njoha farmasin. Si fati e deshi që unë ta njihja këtë si mundësi. Fati i deshi që unë të njihja sponsorin time, me zonjën me të cilën unë jam regjistruar, ajo më ofroi këtë mundësi pune, si mundësi, por në fillim nga që nuk dija asgjë se çfarë ishte network marketing, nuk është se e mohova, mirë po nuk pranova direkt. Mirë po, kurreshtja ime dhe dëshira për të zhvilluar gjithmonë më shumë nuk më la të qetë. Çfarë bëra? U futa të ndiqja në Instagram, u futa të ulumtoja më mirë se çfarë është farmasi, çfarë është kjo kompani, çfarë na ofron farmasi, pse pikërisht kjo kompani dhe pse të zgjedh unë këtë botë. Dhe tani, ashtu sikur u binda unë, do mundohem t'ju tregoj edhe juve arsyet se pse unë e zgjolla këtë kompani. Në radhë të parë, është një projekt i ri në Itali, ka vetëm 2 vite që është futur, por dua t'ju them diçka, t'ju theksoj që vetëm me 2 vite eksperiencë këtu në kompani, ja kemi dalur të jemi agjencia numër 2 në botë që shesim më shumë produkte, me goca të regjistruar me produkte shumë të shitura. Pra, vetëm në 2 vite ka pasur një boom aq të madh. Ndërkohë kemi edhe fatin që Shqipëri ka 13 vite eksperiencë, që është në treg. Çfarë ju ofron kjo? Kjo ju ofron juve mundësinë që të shisni produkte sepse fakti që ka 13 vite që është në Shqipëri, njerëzit gjaj njohin ato produkte. Mirë po kompania ju ka lehtësuar punën sepse nuk keni nevojë ju të merrni më produkte dhe t'i bleni pastaj t'i rishisni. Por mjafton të regjistroheni dhe me anë të regjistrimit që ju do bëni, me anë të linkut që ju dërgoni klientëve, ju e mbaruat punën tuaj. Nuk keni nevojë të mendoni as për postën, as për shpenzimet e tjera, mjafton të gjeni klientët dhe ju merrni parat. Për çdo gjë tjetër mendon kompania. Arsyeja e dytë është prodhimi vet i produkteve. Çfarë na garanton kjo? Na garanton kontroll të plotë mbi cilësinë dhe çmimin. Pastaj arsyeja e tretë është produktet për përdorim, janë produkte për përdorim të përditshëm, të lehta për t'u shitur dhe për t'u rekomanduar. Përveç kësaj, është edhe raporti cilësi-çmim shumë i favorshëm. Kemi një gamë të gjerë produktesh duke plotësuar nevojat e gjithë klientëve, kështu që kjo ju ofron një mundësi të gjerë për të gjetur klient. Por pastaj do ju ndalem edhe më shumë, do ju shpjegoj se çfarë janë këto produkte, çfarë ofrojmë ne, çfarë po ju ofrojmë klientëve tanë. Kalojmë te kostoja. Kosta e regjistrimit është minimale. Në Itali 25%, 25 euro më falni, ndërkohë në Shqipëri është falas. Për mua kosto e regjistrimit është investim, sepse ju nëse mendoni një ditë do hapni një dyqan tuaj personal fizik, duhet të investoni goxha para, edhe duhen shumë vite pastaj që t'i rimerrni mbrapsht. Kështu që kostoja e regjistrimit plus e provimit të produkteve për mua është investim, sepse çfarë do shisni po nuk i njohet produktet. Pastaj kalojmë tek pjesa 7 që është shumë e rëndësishme, kompani e fuqishme me plot 75 vite histori, suksesi dhe stabiliteti në treg. Kjo ju mundson juve dhe klientëve të keni siguri, sepse një kompani që ka 75 vite suksesi dhe stabiliteti në treg tregon shumë. Pastaj do kalojmë edhe tek 9 format e fitimit. Jo një, as 2, por plot 9 forma fitimi. Këtu nuk do ndalem shumë, sepse pastaj do ja kaloj linjën kolegës tjetër, edhe ajo do ndalet edhe do shpjegoj fije për pe gjitha detajet dhe gjitha mënyrat e fitimit. Tani do kaloj, sikur ju thash, ne kemi një gamë të gjerë produktesh, duke plotësuar nevojat e çdo klienti, dhe tani do ju tregoj se çfarë ofrojmë ne, cilat janë produktet që ne ofrojmë. Çfarë janë gjitha këto gamat? Pra, gamat që ne kemi janë nga kujdesi për lëkurën, për flokun, make-upi, palestre dhe suplemente nutricioni. Janë të gjitha
është një gamë që gjerë që ju mund të zgjidhni klient nga gjithë bota, sepse duhet ta dini që farmaci është botërore dhe gjitha këto produkte tashmë mund t'i shisni kudo. Por duhet ju theksoj edhe diçka. Doktor Tuna, që është fondatori i farmaci, ka lënë 8 rregulla të arta. E para, një nga rregullat më të rëndësishme është nuk e testuar në kafshë. Shumë kompani nuk e mendojnë këtë, por për mua është një gjë shumë e rëndësishme. Pa paraben, pa sulfat natriumi, pa gluten, testuar dermatologjikisht, janë vegane, pa omega, pa metale të rënda. Kjo ju ofron shitje tek të gjithë klientët pa pasur frikë. Tani, do e mbyll, me ka që mbylla për momentin, do ja kaloj linjën Angelos, një gruaje të fuqishme, një zonje, grua, një nëne, që nuk ka ditur të ndalet dhe nuk i thot jo sfidave. Angela dashur, linja është për ty. Atëherë, po filloj edhe unë me prezantimin. Pse e bëjmë prezantimin, sepse ndoshta për disa mund të jetë edhe si humbje kohe, por në fakt nuk është humbje kohe, sepse ne po tregojmë kush jemi, nga vim dhe që jemi persona normal njësoj si të gjithë ju dhe nuk është se kemi arritur të kemi sukses direkt. Do të thënë nuk kemi pasur asnjë eksperiencë paraprake përpara se të fillonim networkun dhe kemi mësuar gjatë rrugës. Atëherë, unë jam Angelina Çullhaj, jam nën e 2 fëmijëve, jam 29 vjeç dhe jam e martuar, jetoj në Itali. Dhe jam një person që nuk kënaqem dhe nuk dorëzohem nëse besoj në diçka. Pra, nëse unë besoj që networku funksionon, do ta bëj që të funksionoj me zor, do të thënë derisa t'ja dal. Pra, nëse dua diçka e marr atë. Ambicioni më bën që të lëviz, të jap më të mirën time dhe mbi të gjitha të përmirësohem gjithmonë, sepse unë mendoj që gjithmonë ka vend për përmirësim. Gjithmonë mund të rritemi dhe të bëhemi më mirë se sa që ishim. Tani kalojmë tek slajdi tjetër, që t'ju tregoj pak për sa i përket eksperiencës time, rrugtimit tim. Përpara se të filloja network marketing ose punën online, ka qenë para 10 vitesh gati, në 2018, sa i bie, para 8 vitesh. Në 2018 unë kam filluar eksperiencën time online, sepse kisha një vajzë të vockël, të sapo lindur, nuk dija gjuhën italiane, sapo kisha ardhur në Itali dhe e kisha shumë të vështirë të gjeja një punë. Mbi të gjitha kisha edhe një fëmijë të vogël dhe nuk mundesha dot të punoja në një punë tradicionale dhe kisha super të nevojshme një punë që të më jepte të ardhura. Që kështu, rastësisht më doli një vajzë që ofronte punë online. Në fakt në atë kohë 2018 e largët, unë duke qenë se nuk ishte dëgjuar shumë puna online, kisha frikë se mos ishin mashtrime, por gjithsesi më tërhiqte ai kurioziteti për të kuptuar më tepër, prandaj vendosa që të filloj. Fola edhe me bashkëshortin tim, më dha, domethënë, konsensin që të filloja, më dha aprovimin e tij. Kam filluar dhe kam punuar 3 vite e gjys në një kompani franceze këtu në Itali, brenda Italisë, e cila në atë kohë, siç thash, nuk e dija gjuhën, por kjo punë online më ndihmoi që të mësoja gjuhën, të merrja eksperiencë në punën online, të dilja nga zona ime e komfortit. Pra, jam e sigurt që shumica për jush e kanë siklet të dalura në rrjetet sociale dhe normalisht që të gjitha ne pa përjashtim e kemi pasur në fillim, prandaj është më se normale, thjesht dëshira për të bërë diçka ndryshe dhe për të sfiduar veten na bën që të dalim nga zona jone e komfortit. Pra, kam punuar 3 vite e gjys në Yves Rocher, nuk kam asnjë foto, pra një kompani franceze, nuk kam asnjë foto sepse për arsye personale mu desh t'i eliminoja shumë foto të mia në të kaluarën. Ndërkohë, në momentin që ngela stazion me vajzën e dytë, pata probleme shëndetësore gjatë stazanisë dhe u detyrova të shkëpus bashkëpunimin me kompaninë franceze. Vetëm për këtë arsye. Pastaj në 2023, në qershor 2023, unë njoha me një kompani italiane, nga ku arrita të kem shumë sukses dhe arrita në fitimet 800-900 euro që pra ishin, le të themi, fitimet e mia të para, por të para, do të thonë në çdo aspekt, që unë të kisha mundësi të fitoja kaq shumë para
nga puna ime, nga mundim, sepse pavarësisht se kam punuar shumë punë të ndryshme, por nuk i kam kaluar asnjëherë 400-500 euro. Pavarësisht se kam punuar për shembull punë të ndryshme këtu në emigrim, nga më të ndryshmet, në pastrim, në kuzhinë, në bar, pra në restorant. Kam provuar shumë punë të ndryshme, por asnjëherë nuk i kam arritur këto fitime që kam fituar nga puna online. Prandaj ndjehem shumë krenare dhe ju them me shumë pra ju them që të provoni dhe të besoni përpara se të arrini, përderisa dikush po ju thot që ja ka dalë, do të thot që mund t'ja dilni edhe ju nëse e shihni që është rrugtimi juaj. Pra gjithmonë sepse duhet të shohim edhe nëse na pëlqen dhe na apasionon kjo punë. Pastaj në qershor 2025 vendosa, pra 2023 fillova në kompaninë italiane, ndenja 2 vite fiks dhe në qershor 2025 fillova në farmasi. Vendosa të filloj në farmasi përpara se të hapej tregu në Shqipëri. Pra, tregu në Shqipëri ishte i hapur si shitje direkte, por jo si network marketing. E dija që do të hapej shumë shpejt, e ndjeja, dhe për këtë vendosa që të filloja në Shqipëri për të sjell pra vendosa të filloja në farmasi sepse e dije që do të fillonte në Shqipëri dhe të lançonim farmasi në Shqipëri si network marketing me 9 forma fitimesh dhe të krijonim një biznes mbarbotror, pra me të gjithë shqiptarët në mbar botën. Nga ku edhe me këtë rast themi që kemi krijuar një sistem apo stafat që do t'ju ndihmoj të gjithë ju që vendosni që të na bashkoheni nëpërmjet këtij sistemi, të keni të gjithë mbështetjen e nevojshme nga ne në mënyrë që ta bëni këtë një biznes të vërtet ose të fitoni fitimet që ju dëshironi. Tani pa humbur kohë të kalojmë tek format e fitimit në mënyrë që të kuptoni. Atëherë do mundohem që t'ju shpjegoj sa më thjesht jetë mundur në mënyrë që ta kuptoni, gjithsesi në fund pastaj do t'ju lejm hapësirë për pyetje. Siç tham, kemi 9 forma fitimesh. Në këtë faqe do t'ju shpjegoj 3 format e para të fitimit që kanë të bëjnë me fitimet tuaja personale, pra nga shitjet tuaja personale. Programi i parë, këtu bëhet fjalë për Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni, pra për Ballkanin, më mirë, për pjesën e Ballkanit, sepse pjesa e Ballkanit ka formë ndryshe fitimesh, ndërsa pjesa e Europës dhe Amerikës ka formë tjetër fitimesh. Pra, fitimet e drejtë për drejta, nga puna juaj e drejtë për drejtë, direkte. Programi i parë është produkte falas. Në 3 muajt e parë në Shqipëri të jepen produkte falas fal një objektivi të vockël të arritur nga ana juaj. Pra, në muajin e parë ju duhen vetëm 25 pikë që të jeni aktiv me 25 pikë, pra personale, në mënyrë që muajin e dytë pastaj t'ju vi dhurat maskara, dhe përveç maskarës ka edhe shumë dhurata të tjera. Ky është thjesht programi i mirëseardhjes, sepse përveç këtyre produkteve falas ka edhe shumë produkte të tjera falas fal objektivave të vegjël të arritur gjatë një muaji. Pra, muajin e parë është maskara me 25 pikë. Muajin e dytë është buskuqe me 30 pikë. Pra, mjafton që të bësh vetëm 30 pikë dhe merr falas një buskuq nga kompania. Muajin e tretë mjafton të bësh 35 pikë personale dhe merr falas një paç oki, pra për syt. E merr falas, fal punës tënde, pra kompania të shpërblen me produkte falas për punën që ti ke bërë në mënyrë që ti të vazhdosh dhe të bësh akoma më tepër dhe përveç produkteve dhe fitimeve të kesh edhe fitime të tjera. Mënyra e dytë është mënyra e dytë është zbritja personale, pra secili nga ne përfiton 25% zbritje personale. Pse e bën kompania këtë? Sepse në vend që ne të shkojmë dhe të blejmë produkte në farmaci ose në dyqan me çmim të plot, kompania na ofron 25% zbritje në mënyrë që edhe të kursejmë, pra të mos shkojmë të blejmë atje me çmim të plot, por të kursejmë 25% nga çmimi i çdo produkti dhe të kemi mundësinë t'i provojmë, të krijojmë besim tek produkti që ne kemi në duar që i ofrojmë klientëve, sepse në fund të fundit nëse ti nuk e njeh produktin, si mund t'ja këshillosh dikujt tjetër? Besoj se jeni dakord me mua që nuk është e drejtë që një produkt që ti vetë nuk e përdor dhe nuk e njeh t'ja këshillosh dhe t'ja thuash po, është shumë i mirë, të premtoj për këtë, do të thonë nuk ka sens. Për këtë arsye të
ofrohet 25% zbritje personale që edhe të kursesh, edhe të promovosh produktet, por edhe ti njohësh ato në mënyrë që të jesh i sigurt në atë çfarë ofron ose i sigurt në atë çfarë ofron, sepse kjo punë nuk ka gjeni. Mënyra e tretë e fitimit është fitimi te klientët. Pra, ti ke 25% fitime nga çmimi i çdo produkti që ti shet. Pra, për shembull, po marr një shembull. Nëse ti që jeton në Shqipëri shet 100.000 lekë produkte, fiton 25.000 lekë fitime. Nëse gjatë një muaj ti shet 1 milion, si bje, 1.000 euro, 1 milion produkte, që nuk është e çuditshme, mos u tremni sepse është e mundur, prandaj keni besim tek unë. Nga eksperjenca ime ju a them këtë që ka shumë vajza, edhe unë vetë kam arritur të shes edhe në 2.000 euro produkte në një muaj, gati, prandaj është e mundur, që kështu nëse ti shet për shembull 1.000 euro produkte, fiton 250.000 lekë. Pra, 1 milion lek produkte i bje 250.000 lek fitime, se u bëra lëmsh me lekët shqiptare, nuk i mbaj mend më. Ndërsa tani, pra, në Shqipëri është 25% nga çmimi i produkteve. Tani kalojmë në Itali, Francë, Angli, pra në shtetet e Europës dhe në Amerikë, është 30% nga çmimi i produkteve. Pra, si fillim kemi programin e produkteve falas, njësoj si në Shqipëri këtu kemi 4 muaj, pra në Shqipëri janë 3 muaj, ndërsa në Europë janë 4 muaj produkte falas. Muajin e parë me 75 pikë, me 70 pikë ndjes, jeni të kujdesshëm kush jeton në Europë, me 70 pikë merr maskarën Double Lash, pra doppio volum falas, që është maskara ime preferuar e dashurore dhe nuk mund të jetoj dot pa të, nuk mund të dal dot pa të, sepse i jep një super volum qerpikëve. Pastaj muajin e dytë me 80 pikë personale ti merr dhurat profumin Hera, që gjithashtu është i pëlqyeri nga pothuajse të gjithë klientët, pra është i preferuari i klientëve tanë. Pastaj kemi muajin e tretë me 90 pikë fiton Fala serumin Age Reverses, që është një serum për rrudhat e para, pra për moshën mbi 25 vjeç, ta themi më qartë, pra për rrudhat e para që fillojnë dhe dalin tek ne. Dhe në muajin e katërt, pastaj me 100 pikë personale fiton Falas 2 kremra ditë dhe natë të linjës Resurface, që janë për moshën mbi 35 vjeç dhe është linja jonë më e fuqishme kundër rrudhave, kundër plakjes, për një fytyrë sa më të lëmuar dhe të tonifikuar dhe elastike gjithashtu. Prit mos kalo. Kemi bonusin, pra kemi bonusin e dytë që është zbritja personale. Në Europë dhe Amerikë është 30%, pra që do të thot nga 100 euro produkte që ti blen për veten tënde, ke 30 euro zbritje personale. Okej, që të jemi të qartë. Gjithashtu, tek shitjet e klientët, nga 100 euro shitje ti fiton 30 euro fitime, sepse gjithashtu ke 30% zbritje, pra zbritje personale, dhe fitimi të klientët është 30% në Europë dhe Amerikë. Nëse shet për shembull 1.000 euro produkte, ti ke 300 euro fitime në një muaj. Është goxha fitim, pra 300 euro nga 1.000 euro shitje, që do të thënë në kompani të tjera ka shumë ndryshim, sepse në fillim ti nuk zhbllokon direkt kaq shumë fitime që është në momentin që ti sapo regjistrohesh. Këtu i zhbllokon direkt. Në momentin që ti regjistrohesh, aktivizohesh dhe zhbllokon direkt fitimin maksimal që është 30%, që në asnjë kompani nuk është e mundur kjo, për sa i përket produkteve. Tani kalojmë tek mënyrat e fitimit pasive, pra siç shpjegoi edhe Juliana në fillim, ne kemi 2 mënyra fitimesh. Fitimet e drejtë për drejta, pra nga shitjet e klientët, dhe fitime nga ekipi, që në momentin që ti vendos që të bësh një biznes të vërtet, pra jo thjesht shitje, por të krijosh, të ndërtosh një biznes që rrit fitimet çdo muaj dhe çdo vit e më tepër, atëherë ti duhet të krijosh një ekip, pra të ndihmosh persona të tjerë të bëjnë të njëjtën gjë si ty. Dhe në këtë mënyrë rriten fitimet e tua pasive, sepse kemi 2 mënyra fitimesh për sa i përket ekipit. Bonusi i parë, pra fitimi i parë, mënyra e parë e fitimit është nga 3 deri në 25% nga diferenca mes teje dhe personave të ekipit tënd.
Pra të linjës tënde të parë. Për shembull, nëse unë për shembull kam arritur 25% dhe Klaudia, po e marr si shembull që është poshtë meje, ka arritur 15%, unë nga Klaudia që e kam ndihmuar të mësoj punën, e ndihmoj në çdo moment që ajo ka nevojë për mua, i dhuroj formacionin tim falas, mbështetjen time falas, i jap këshillat e mia që më kanë ndihmuar mua që të kem sukses, që edhe ajo të krijoj fitimet e saj dhe të rritet edhe ajo, të krijojë edhe ajo fitimet e saj, biznesin e saj. Atëherë mua kompania për të rritur sa më shumë persona, për të ndihmuar sa më shumë persona që të krijojnë fitime nga kjo punë, më shpërblen me diferencën mes meje dhe personave poshtë meje, pra të linjës time të parë direkte. Që të thotë që në këtë rast, nëse Klaudia është poshtë meje, unë fitoj, pra unë kam arritur 25%, Klaudia 10%, unë fitoj 15%, unë fitoj 10% nga pikët e Klaudias. I 5 është bonusi nga grupi që në momentin që edhe unë edhe linja ime e parë arrim 25%, pra arrim të dyja 25% e fitimeve, atëherë kemi fitime të tjera nga 3 deri në 25% nga deri në 7 linja thellësi. Pra, nga çdo person i ekipit deri në 7 linja thellësi. Jo vetëm linja e parë, jo vetëm linja e dytë, por 7 linja thellësi kemi fitime gjithashtu. Pra, nuk humbim asnjë person që kemi. Atëherë pastaj kemi edhe bonusin e leadershipit nga 1 deri në 9%. Okej, pra kemi shumë fitime, shumë mënyra fitimesh që ju të rriteni dhe të krijoni një biznes sa më të fuqishëm sipas angazhimit që ju. Bonusi 7, që është bonusi më i bukur që unë dashuroj dhe adhuroj, që të gjithë mundohen ta kopjojnë këtë bonus, por që shqyr që e kemi, është bonusi në para. Pra, për çdo kualifikim, për çdo step që ne bëjmë më shumë dhe që ne vendosim që të rritemi dhe të rrisim këtë biznes akoma më tepër, ne kompania na dhuron bonuse në para. Pra, përveç fitimeve që ti ke, për shembull ke fituar 1000 euro këtë muaj, në momentin që merr kualifikimin direktor, kualifikimin e parë, ty kompania të dhuron edhe 1000 euro të tjera bonus, do të thonë për të shpërblyer për punën tënde. Pra që i bie që atë muaj ti do marrësh 2000 euro dhe jo 1000 euro sa që ke merituar fal punës tënde, sepse kompania të ka dhuruar 1000 euro bonus. Dhe ky bonus sigurisht bllokohet vetëm një herë. Pra, një herë që ke marrë kualifikimin direktor, vetëm atë muaj që e ke marrë, në fakt duhet ta ruash për 3 muaj dhe pastaj merr bonusin 1000 euro. Dhe pastaj sa më shumë rritesh, aq më shumë bonuse merr. Nëse mundesh, Juliana, ta ofrosh pak që edhe personat ta shohin sa bonuse kemi. Pra, kemi në momentin që merr kualifikimin e parë 1000 euro, kur merr kualifikimin e dytë 1000 euro sërish, kur merr kualifikimin e tretë janë 2000 euro bonus. Pra, nëse ti ke fituar 2000 euro atë muaj, plus 2000 euro i bie 4000 euro, sepse keni parasysh që sa më shumë nivele ti kalon që rritesh bashkë me ekipin tënd, aq më shumë rriten edhe fitimet e tua. Do me thënë, nuk është se janë kualifikime që ti merr akumulative, pra që ti akumulon edhe pas një viti edhe pas 5 vjetësh e ku ta dijon. Janë kualifikime që ti i merr në një muaj dhe në momentin që ti rritesh sa më shumë brenda një muaj dhe i merr këto kualifikime për gjatë një muaj, fitimet e tua rriten gjithmonë më tepër. Pra, në momentin që ti për shembull ke arritur kualifikimin Gold, pak a shumë ke arritur në fitime 2000, 2000 sa euro, 3000 euro e lartë, dhe merr edhe 2000 euro të tjera bonus nga kompania si shpërblim për punën e mrekullueshme që ti ke bërë si një biznesmene ose një biznesmen i vërtet, që ke mësuar gjatë rrugtimit. Keni parasysh edhe diçka që duhet ta merrni si një kurs ku ju po mësoni një punë të re dhe ka nevojë për durim që ju, ndërkohë që mësoni, ndërkohë që praktikoni, edhe rriteni dhe rrisni edhe fitimet tuaja. Pastaj kemi bonusin 10000 euro, pastaj 25000 euro, pastaj 50000 euro, 100 euro e sipër, që sigurisht nuk janë fitime, bonuse që ju mund t'i merrni brenda një viti apo brenda 2 vite, sepse ka nevojë për eksperiencë, ka nevojë për punë, ka nevojë për angazhim, por që të premton ty të ndërtosh një biznes gjithmonë më të fuqishëm dhe që fitimet rriten gjithmonë më tepër. Thjesht nëse ke vizion dhe ke një mindset lideri, pra një mindset për biznes, atëherë do të arrish ta kuptosh dhe të kesh një vizion super të qartë për çfarë po shpjegojmë këtu. Nëse ke frikë nga suksesi, atëherë duhet të punosh me këtë.
sepse është diçka që mësohet gjithsesi. Pastaj kemi bonusin e 8, bonusin e makinës, që është nga 300 deri në 650 euro në muaj, bonus shtesë përveç fitimeve të tua, që do të thotë, në momentin që ti zhbllokon bonusin e makinës, kompania ty atë muaj përveç fitimeve të tua edhe bonusit që ndoshta ti ke marrë, të shton edhe 300 euro të tjera në rrogën tënde që ti mund t'i përdorësh për çfarë të duash, mund t'i përdorësh për makinën, për ratën e makinës, nëse ke blerë të re, për benzinën, për naftën, për çfarë të duash ti. Thjesht kompania çfarë të thotë, të vendos logon e Pharmacy, ti mund të marrësh ose mund të mbash makinën që tashmë ke, ose nëse dëshiron mund të blesh një makinë të re, mund të blesh një makinë të përdorur, nuk ka rëndësi, mund të bësh çfarë të duash ti, thjesht kompania të shton 300 euro bonus çdo muaj për makinën, pra quhet bonusi i makinës dhe ti mund ta përdorësh për çfarë të duash. Dhe kjo është më mirë sepse nuk është se ti lidh një kontratë që duhet ta kesh për gjithmonë, por thjesht kompania të shton fitimet dhe ti mund t'i përdorësh për çfarë të duash. Tani kalojmë tek bonusi i 9, që është bonusi i udhëtimeve. Kemi 4 udhëtime falas në vit. 4 udhëtime falas në vit që janë, udhëtimi i parë është në Kapodoqa, në Turqi, që është vendi, pra është ëndra, besoj, e shumë njerëzve. Pastaj është një udhëtim në Europë, që ndryshojnë qytetet çdo vit ku udhëtohet. Pastaj është një udhëtim në Amerikë dhe një udhëtim tjetër në vende tropikale, që për shembull këtë vit ishte në Maldive. Dhe është falas për 2 persona, pra kompania paguan për 2 persona. Përveç këtyre 4 bonuseve që dhuron vetë kompania, doja të shtoja që edhe në ekipin ton dhurohen edhe udhëtime të tjera falas, edhe pa arritur kualifikime. Pra, edhe thjesht duke arritur një objektiv të vockël që mund të arrijnë që të gjithë, ti ke mundësi të fitosh një udhëtim në fabrikat e Pharmacy në Turqi, nga ku edhe në vilat luksoze të vetë Pharmacy, që janë vërtet të mrekullueshme, dhe sa keq që kemi harruar të vëmë një foto, vajza, ta kemi ndërmend herës tjetër fabrikat do të thënë të Pharmacy në Turqi. Edhe gjithashtu ato vilat luksoze. Tani kalojmë tek tjetra, çfarë kemi tjetër? Atëherë, pra, këto janë kualifikimet pak a shumë. Nëse mundesh ta afrosh pak që kush dëshiron mund t'i bëj një screenshot kualifikimeve dhe pastaj të shpjegoj pak a shumë fitimet sa janë. Nëse dëshironi mund t'i bëni një screenshot, kush dëshiron. Ndërsa këtu në krahun tjetër do t'ju tregoj se çfarë fitimesh arrin pak a shumë, kush dëshiron dhe kush vendos që ta bëj këtë biznes, pra kush dëshiron që të bëj karrierë, sepse ndokush nga ju mund thjesht të ketë nevojë thjesht për një ekstra dhe nuk dëshiron të impenjohet, nuk je detyruar të impenjohesh për të arritur fitime më të mëdha. Ti arrin fitimet që ti dëshiron, pra punon sa dëshiron. Ndërsa kush dëshiron të bëj karrierë si puna ime, për shembull që unë kam vendosur të bëj karrierë, në momentin që unë arri kualifikimin direktor, ose çdo kush nga ju arrin kualifikimin direktor, do të ketë fitime pak a shumë nga 900 deri në 1200 euro, që janë të përllogaritura pak a shumë për rreth 900-1200 euro. Direktor bronz nga 1200 deri në 1500 euro, direktor gold nga 1500 3000, e kështu me radhë. Pra, platino nga 3000 7000, e nga 7000 12000, tjetra nga 12000 25000, e kështu me radhë. Pra, sa më shumë ti punon, sa më shumë angazhohesh dhe thjesht investon kohën tënde të lirë, që në vend që ta shpenzosh në rrjetet sociale për të parë çfarë bëjnë tjerë, ti e investon këtë kohë për të mësuar një biznes dhe për të çuar përpara një biznes, atëherë ke mundësi që të arrish në një periudhë kohe të ndryshme, varet nga secili person, të arrish në fitime të tilla. Të kalojmë tek pjesa tjetër, pra ti mund t'i vendosësh një objektiv vete sipas kësaj që shpjeguam tani. Kemi formacionin italian në gjuhën italiane për vajzat dhe për personat që din italisht, pra gocat shuna që din italisht, 4 herë në javë. Pra, e hën prezantimi i projektit, e martë laborator produktesh ku mësojmë mbi produktet, e mërkur trajnim për networkerat në mënyrë që të bëhemi gjithmonë e më profesionist dhe të rritemi gjithmonë e më tepër, të ndryshojmë mindset, bindjet tona, pra motivim etj. Ndërsa të njëjtën kemi startup për antarët e ri që t'ju tregojmë hapat e para se çfarë duhet të bëni në momentin që sapo regjistroheni. Pastaj kemi pra, të gjitha këto janë të regjistruara, pastaj kemi edhe formacionin ton në gjuhën shqipe që do ta keni nga ne, në mënyrë që edhe ju
do të thënë të gjithë shqiptarët tanë mban votës që do t'i bashkohen ekipeve tona, do të kenë mundësi që të kenë formacione në gjuhën shqipe, të hënë në orën 9, çdo të hënë në orën 9 kemi si të ndërtoni një ekip. Pra do të mësoni si të ndërtoni një ekip, si të bëni klient, motivim, si të zhvilloni aftësitë e reja, zhvillim personal, histori suksesi në mënyrë që të rriteni gjithmonë më tepër. Ndërsa çdo të ejte po në orën 9 të darkës keni informacion mbi produktet në mënyrë që të mirë informoheni mbi produktet dhe të dini t'i njihni ato, hapat e para në mënyrë që të kuptoni se çfarë duhet të bëni saktësisht sa po regjistroheni dhe cilat janë hapat e para në biznesin tuaj, në punën tuaj, trajnimet bazë dhe team talk, pra që bëjmë pyetje përgjigje. Kalojmë tek tjetra. Për sa i përket Europës, kemi një kit fillestar, pra kemi kiti 25 euro, sepse në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni dhe në Ballkan regjistrimi është falas. Pra, kompania thot thjesht regjistrohu dhe mund të provosh çfarë produkti të duash për të filluar, për të krijuar besim, për të promovuar në rrjetet sociale. Nuk je detyruar të blesh një kit fillestar. Ndërsa në Europë dhe në Amerikë kemi një kit fillestar 25 euro që ka kampione produktesh dhe katalogun e farmasi në mënyrë që ti të kesh mundësi të provosh disa produkte ose t'ia dhurosh të afërmve të tu në mënyrë që ato të provojnë produkte dhe të kesh mundësi t'i shetësh, pra produkt i shitur, produkt i provuar themi ne, prandaj kompania të jep mundësinë që të kesh kampione dhe edhe ti veti provosh, por edhe të afërmet e tu t'i provojnë dhe të kesh mundësi t'i shetësh ato. Pastaj, prit se s'kam mbaruar, nuk kam mbaruar, një sekond. Pastaj, kush dëshiron që të ketë sa më shumë produkte në dispozicion, dhe ndoshta unë për shembull personalisht kam filluar me një nga këto kitet sepse kompania më dhuron vetëm në blerjen time të parë 50% zbritje nëse blej një nga këto kitet. Pra në vend të 30% kam 50% zbritje, kurse akoma më tepër dhe kam më shumë produkte në dispozicion për të provuar dhe për të promovuar. Prandaj unë kam filluar me produktet e make-upit, kush dëshiron mund të filloj për shembull me shampot, kush tjetër dëshiron mund të filloj me suplementet, me skincare e profume. Pra, mund të zgjidhni ju një nga këto kitet nëse dëshironi të keni sa më shumë produkte në dispozicion dhe të kursini akoma më tepër. Nëse nuk preferoni këto kitet, sepse ndoshta nuk janë produktet që ty të interesojnë për të provuar ose ndoshta nuk dëshiron që të arrish aq shpenzime, pra për shembull, sepse një nga këto kitet nga 200 euro është 100 euro, pra 50% zbritje, ti mund të përdorësh produktet që ti dëshiron, pra nuk ka rëndësi se sa dhe çfarë produktesh, por mund të zgjedhësh çfarë të duash ti. Ndërsa kiti 25 euro është i obligueshëm për Europën. Dhe tani të kalojmë tek pjesa tjetër. Tani pra kemi mbaruar prezantimin, shpresoj që të kemi qenë sa më e qartë. Në momentin që do të mbyllim Zoom-in pasi të bëjmë pyetje përgjigje, kontaktoni personin që ju ka sjell linkun që të hyni në këtë Zoom. Dhe koha jote është tani, prandaj të ftoj të zgjedhësh me një vizion për të ardhmen tënde dhe shpresoj të zgjedhësh më të mirën për veten tënde. Bashkohemi ne në farmaci dhe të mirëpresim për të ndihmuar të provosh këtë eksperiencë bashkë me ne.